Pas spektaklit të mbrëmjes së kaluar në Big Brother VIP Albania, tensioni brenda shtëpisë duket se ka arritur kulmin. Rozana Radi u shpall finalistja e parë pasi mundi në një nominim kokë më kokë Gerta Gixharin, ndërsa më pas zgjodhi Egli Takon dhe Lart Vasilin për të shkuar në një tjetër nominim, ku njëri prej tyre do të bëhet finalisti i dytë. Por kjo situatë ka ndezur një tjetër zjarr brenda shtëpisë. Gjesti i konsideruar nga publiku si banori më aktiv dhe më i preferuar, nuk është përfshirë as në këtë zgjedhje, çka ka shkaktuar një shpërthim emocional të fortë prej tij. I revoltuar pas prajmit, ai është dëgjuar t'i thotë Eglit: "Unë e shti në benzinë kalli, kam për të hyrë në burg betohem." Më pas ai i drejtohet Gertës: "Nëse Jozi, Danja, Egli, Rozana dalin në finale, ne mbesim kurkund. Unë e kalli benzin biznesin, hy në burg dhe çao, iku jeta, ky është fundi." Gjesti ndjen se po neglizhohet padrejtësisht pavarësisht kontributit dhe protagonizmit të tij gjatë gjithë sezonit. Në rrjet fansat janë ngritur në mbrojtje të tij, duke akuzuar produksionin për manipulim të situatës dhe për favorizim të banorëve të caktuar. Po ju, si mendoni, a ka të drejtë Gjesti?